Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mjafton një lugë uthullmolle para se të flini dhe gjithë jeta juaj do ndryshojë. Konsumimi i uthullës së mollës të holluar në ujë është një mënyrë efektive e cila trajton probleme të ndryshme shëndetësore duke përfshirë problemet me tretjen, pa aftësia e trupit të tretë siç duhet ushqimin e konsumuar, ju çon në tepritsa acidi, fryrje, vjedhje, kapsllëk dhe pagjumësi. Konsumi i një përzierje me një lugë çaji mjalt, një lugë çaji uthullmolle dhe një gotë me ujë të nxehtë gjysmë ore përpara se ju të shkoni për të fjetur, do t'ju jap efekte të mrekullueshme. Lufton gjithashtu obezitetin. Konsumimi i uthullës së mollës do t'ju ndihmojë të luftoni yndyrën dhe do t'ju ndihmojë të ndiheni të ngopur për shkak të pranisë së pektinit. Sipas një hulumtimi, uthulla e mollës mundet të zvogëlojë numrin e kalorive që trupi mundet të marrë nga ushqime të larta në nisë shte, si makarona dhe oriz. Dhimbjet e barkut. Shtoni një lugë çaji me uthull molle në një gotë me ujë të pishëm të ngrohtë. Pini nga kjo përzierje para se të shkoni për të fjetur dhe për të trajtuar dhimbje në zonën e barkut. Sheqerin e lartë në gjak. Ajo nxit ndjeshmërinë e insulinës së trupit dhe ul nivelet e sheqerit në gjak duke parandaluar diabetin e tipit 2. Ju duhet të pini 2 lugë uthull molle në mbrëmje përpara gjumit. Gjithashtu, ju i njihni tashmë përfitimet e uthullës së mollës dhe përdorimet e saj duke nisur që nga turshit, sallata dhe ushqimet të ndryshme. Ndoshta ju nuk e besoni, por konsumimi i uthullës së mollës para se ju të flini gjumë do të përmirësoj shëndetin dhe jetën tuaj në tërësi. Humbja në peshë. Duke u bazuar në shumë studime, obeziteti është i lidhur ngushtë me gjumin. Sa më shumë peshë të ketë një njeri, aq më shumë probleme me gjumin do të ketë. Uthulla e mollës ka gjithashtu aftësinë që të luftojë grumbullimin e djamit dhe redukton oreksin. Uthulla gjithashtu përmban pektin që relakson trurin. Kështu që kur ju ndiheni të uritur para se të flini, hiqni duart nga çokolata dhe përzieni një lugë gjelle uthullmolle në një gotë me ujë dhe pijeni. Trajton dhimbjet e fytit. Bakteri përgjegjës për dhimbjen e fytit nuk mbijeton dot në një ambient ku ka uthull molle. Merrni një lugë çaji uthullmolle dhe kalojeni një orë para se ju të shkoni në shtrat. Lemza do të zhduket. Uthulla e mollës stimulon nervat përgjegjëse për lemzën dhe shijimi i uthullës do të bëjë që nervat të harrojnë lemzën. Një lugë çaji me uthull molle i tretur në një filxhan ujë mjafton për ta ndaluar. Çliron hundët e zëna. Uthulla e mollës është e pastur gjithashtu me magnezium, potasium dhe vitamina B1, B2, A dhe E dhe pastron mukozën dhe sinuset. Përzieni një lugë çaji uthull molle në një gotë me ujë dhe pijeni atë para se ju të shkoni në shtrat. Rregullon gjithashtu acidin në stomak. Uthulla e mollës ka aftësinë që të rregullojë nivelet e acidit në stomakun tuaj. Thjesht ju duhet që të përzieni një lugë gjelle uthull në një gotë ujë dhe pijeni atë përpara se ju të shkoni në shtrat. Rregullon frymën e keqe. Bakteri në gojën tuaj është pikërisht për këtë shkak. Siç e tham edhe më parë, uthulla e mollës mundet që ta vrasë këtë bakter duke ju lënë gojën të freskët. Ju duhet që të merrni një lugë çaji uthull molle para se ju të shkoni në shtrat. Redukton gjithashtu dhimbjet e stomakut. Uthulla e mollës ndihmon që ju të harroni pagjumësinë gjatë natës, gjë që shkaktohet nga dhimbjet e stomakut tuaj. Ju nuk do të keni më probleme me gazrat në stomak dhe shtrëngimet. Përzieni një lugë çaji uthull molle në një filxhan çaji me ujë të ngrohtë dhe pijeni atë përpara se ju të shkoni në shtrat. Ndalon keq tretjen. Pagjumësia gjithashtu është e lidhur ngushtë me digestionin. Uthulla e mollës ju ndihmon në problemet me fryrjen dhe përzierjen. Përzieni një lugë çaji me uthull molle dhe mjalt në një gotë me ujë të ngrohtë para se ju të flini. Redukton në dhimbjet e gjurit. Mungesa e kaliumit konsiderohet si
një nga shkaktarët kryesor të dhimbjes së gjurit. Për fat të mirë, uthulla e mollës është e pasur me kalium që ka aftësinë të reduktojë dhimbjen dhe të rregullojë balancën në qëndrimin e trupit. Ulën nivelet e sheqerit në gjak. Nivelet e larta të sheqerit në gjak është një ndër problemet më të larta që njerëzit vuajnë nga pagjumësia e kanë. Uthulla e mollës mundet të përmirësojë ndjeshmërinë e insulinës në gjak duke reduktuar dhe sheqerin. Ju duhet të merrni rregullisht 2 lugë çaj uthull molle për këtë problem. Gjithashtu, uthulla e mollës prodhohet nga një bakteri ushqyer nga sheqerna dhe alkooli në lëngjet e frutave, vera, mjalti dhe lëngje të ngjashme. Rezultati është një solucion dhe acid acetik që mund të ketë gjithashtu edhe lëndë të tjera ushqyese. Uthulla është vlerësuar gjithmonë për vetitë e saj shëruese dhe hulumtuesit shkencor thonë se ajo mundet që të jetë një alternativë tërësisht e mirë për të krijuar ilaçe kundër diabetit dhe antibiotik të tjerë. Uthulla përmban acide natyrale të quajtura polifenol dhe kimikate në ngjyrë kafe të quajtura melanoid që munden të vrasin bakterin e keq. Këto 2 kimikate janë antioksidues, prandaj ato ofrojnë një mburojë kundër sëmundjeve të zemrës, inflamacionit dhe gjithashtu sëmundjeve të këqija, ja cilat janë disa nga rastet kur uthulla e mollës funksionon realisht si një kur dhe rastet kur ju duhet që ta shmangni atë. Uthulla e mollës ndihmon në rënien nga pesha. Gjatë një studimi, personat mbi peshë të cilët konsumuan uthull të holluar në ujë humbën peshë më shpejt. Ata humbën gjithashtu dhiamin në bark. Megjithatë, nuk ka të dhëna që tregojnë se shumë uthull molle do t'ju ndihmojë të humbisni më shumë kile ose më shpejt. Gjithashtu, uthulla e mollës mundet që të ulë nivelet e sheqerit në gjak. Uthulla e mollës mundet të ndihmojë dikë me diabet të kontrollojë nivelet e glukozës në gjak pas një vakti të bollshëm. Një lugë çaj uthull molle e tretur në ujë ose ushqim gjatë ngrënies funksionon më mirë. Nivelet e larta të sheqerit në gjak me kalimin e kohës mund të çojnë në zhvillimin e sëmundjeve të zemrës, veshkave, goditjes në tru dhe njëkohësisht të verbimit. Kontrolli ndaj insulinës. Uthulla e mollës mund të ndihmojë gjithashtu në uljen e niveleve të insulinës pas ngrënies. Ky hormon është i nevojshëm për qelizat që të marrin glukozën nga gjaku dhe ta përdorin si energji. Megjithatë, nivelet e larta të insulinës mund ta bëjnë trupin më pak të ndjeshëm ndaj saj, një gjendje quajtur rezistencë ndaj insulinës që mund të çojë në zhvillim të diabetit të tipit 2 ose njëkohësisht mund të përkeqësojë gjendjen. Lufton bakteret. Uthulla e mollës apo çfarëdo lloj uthull tjetër mund të vrasin disa nga bakteret për shkak të acidit acetik në të. Funksionon më mirë te ushqimet për të zhdukur bakteret e sallata për shembull. Nuk është shumë e mirë për të dezinfektuar një plagë ose prerje, duke qenë acidike ka gjasa që të shkaktojë djegje të lëkurës delikate. Zbokt është sugjeruar prej kohësh për arsye të ndryshme, si një shpëlarës i kokës në raste kur ka probleme me skalpin. Megjithatë, nuk ka të dhëna që sugjerojnë se uthulla e mollës eliminon infeksionet mykotike ose zbokthin. Zgjidhni më mirë produkte të prodhuara për të trajtuar zbokthin dhe ndiqni këto instruksione. Nëse nuk funksionojnë, këshilloni tek një dermatolog. Morra. Disa njerëz thonë se uthulla e mollës është një mënyrë e mirë për të shpëtuar nga morrat. Shkenca thotë të kundërtën, kjo mask nuk funksionon. Zbardhje të dhëmbëve. Uthulla e mollës mundet që t'i zbardhë dhëmbët. Megjithatë, ajo mund të heqë edhe smaltin, e cila është shtresa jashtme e fortë që ofron mbrojtje të dhëmbëve. Madje duhet të prisni të paktën 30 minuta pasi keni ngrënë apo pirë një pije uthull molle për të larë dhëmbët. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!